thuhet apo nuk thuhet mjaftueshëm për Partinë Socialiste. Dhe dua të them që një nga arsyet mbas patronazhistëve që janë krye arsyeja të paktën të fitoreve që unë kam udhëhequr, një nga arsyet e fitoret të Partisë Socialiste është aftësia për t'u hapur. Dhe aftësia për t'u hapur buron në kohë është një nga ato shënimet në ADN-n e Partisë Socialiste, qysh nga momenti i lindjes saj. Nga momenti i lindjes saj kur Partia Socialiste nuk ndroi thjesht emrin. Nuk kishte një ndrim emri. Emri dhe ndrimi i emrit ishte gjëja më e drejt për drejt, zyrtare dhe përfaqësuese në sytë të tjerëve. Por ishte me ndrimin e emrit dhe ndrimi i qasjes ndaj vetes, i qasjes ndaj shoqërisë, i qasjes ndaj të shkuarës, i qasjes ndaj historisë dhe ndaj të ardhmes. Dhe këto nuk janë fjalë që tingëllojnë bukur, por këto janë fjalë që tregojnë ç'a ndodhi në atë moment ndarje. Partia Socialiste nuk doli si produkt i një krenarie për atë që linte pas. Partia Socialiste doli si produkt i një reflektimi lidhur me atë që vinte përpara. Dhe për këtë arsye, asnjë parti tjetër e krijuar në Shqipëri, lëre ata Hoxho Bonxhot, që me demek janë akoma kundërshtarët tanë, po asnjë parti tjetër e krijuar në Shqipëri, as partitë më të reja, nuk e kanë dot atë që ka Partia Socialiste në ADN-n e vet, që vjen nga ajo ditë, nga dita e ndarjes dhe e rilindjes për t'u hapur. Sensin e të parit vetvetes gjithmonë me një ndjenjë përgjegjësie për atë që ndodh, për atë që duhet ndodhi, dhe me një ndjenjë respekti, pavarësisht se në moment të caktuara mund të duket më shumë, mund të duket më pak, ndaj të tjerëve. Diçka tjetër që Partia Socialiste bëri që në ditën e parë, dhe që është e shënuar edhe kjo në ADN-n e kësaj familje, është vendosja e një raporti me të shkuarën, që është një raporti më i ekuilibruar me të shkuarën që mund të gjesh edhe sot e gjithë ditën në të gjitha forcat politike, që nga Hoxho Bonxhot deri tek këta më të rit. Sepse, siç thash, Partia Socialiste nuk lindi si një moment refuzimi për të pranuar se kishte diçka shumë të madhe që nuk shkonte më. Po lindi pikërisht si një moment reflektimi mbi atë gjë shumë të madhe që nuk shkonte më, që krijoi pastaj sensin e përgjegjësisë ndaj vetes dhe ndaj tjerëve për cilin fola, dhe që ndërtoi një raport me të shkuarën ku Partia Socialiste ndau shumë qartë që në fillim dhe pastaj e konsolidoi hap pas hapi diktaturën dhe krimet e të shkuarës me luftën nacionale shqiptare dhe me komunistët si njerëz të ndershëm që i shërbyen një kauze tek e cila besonin, por që nuk u përzihen në ato krime.
Dhe këtu lindë edhe raporti i drejt me historinë i Partisë Socialiste. Është vetëm parti që asnjëherë nuk është lëkundur në antifashizëm dhe madje Partia Socialiste është partia më antikomuniste e Shqipërisë në aspektin ideologjik. Dhe si një parti e të majtës progresiste të qendrës europiane, Partia Socialiste është një parti që është njëkohësisht antifashiste dhe antikomuniste. Është një parti anti-ideologjike që nuk e ka ngatruar asnjëherë, siç thash, njeriu e ndershëm, njeriu e drejtë, njeriu e punës, njeriu e kontributeve, qoftë ai edhe komunist, me diktaturën dhe me ata që mbartën mbi supet e tyre atë përgjegjësi për cilën Partia Socialiste lindi duke u ndarë prej asaj që ata përfaqësonin, dhe nuk ka ngatruar asnjëherë në asnjë moment ato që pasoi pas luftës nacionale shqiptare, me faktin që ata që e vendosën Shqipërinë në anën e drejtë të historisë dhe ajo luftë që e vuri Shqipërinë në anën e fitimtarëve është një luftë që nuk preket, po vetëm respektohet. Tani, jo me fjalë, por me fakte. Dhe jo me fakte që vinë nga koha kur unë kam filluar të udhëheq Partinë Socialiste me bekimin tuaj, por me fakte që vinë nga më parë. Partia Socialiste ka mbajtur qëndrimin më korrekt ndaj të shkuarës edhe në aspektin e anës tjetër. Nuk i ka respektuar me fakte të përndjekurit politik forca e Hoxha-Bonxhove që u krijuan me demek për t'i përfaqësuar dhe ata, sa që kanë respektuar socialistët përmes qeverive të tyre. Ka që vërtet është kjo, sa po ju jap vetëm një shembull, i cili lidhet me dëmshpërblimin e të gjallëve të dalë nga burgjet e komunizmit. Nëse nuk do kishte ardhur Partia Socialiste në qeveri në 2013, të burgosurit e vërtet politik të dalë nga burgjet dhe që ishin akoma gjallë, do kishin ikur në atë botë pa i marrë dëmshpërblimet, sepse Hoxha-Bonxhot përpara nesh e kishin prishur radhën dhe kishin shkuar të tretët, pa mbaruar njëherë me ata që ishin arsyeja pse të tretët quheshin të përndjekur. Dhe jo vetëm kaq, po Partia Socialiste është partia që nuk e ka problem të ballafaqohet me të shkuarën, dhe pikërisht nuk e ka problem të ballafaqohet me të shkuarën, pasi e ka vënë të qartë distancën dhe i ka ndarë si duhet se çfarë ka e shkuara për tu refuzuar si vazhdimsi dhe çfarë ka e shkuara për të mos u hedhur poshtë si pjesë e asaj që jo që ne jemi si forcë politike, po si pjesë e asaj që ne jemi si një popull në histori, nuk ka qenë forca e Hoxha-Bonxhove. Ka qenë kjo parti përmes qeverisë dhe shumicës së saj qeverisë që ka bërë ligjin për dosje dhe që ka mundësuar hapjen e dosjeve duke bërë institutin përkatës, agjencinë përkatëse, që ka bërë muze, jo për të glorifikuar diktaturën, po për ta treguar historinë e errët të diktaturës. Sepse Partia Socialiste është një forcë që ka pikërisht fuqinë ta shohin në sy historinë, të shohin në sy veten, të shohin në sy çdo tjetër dhe të shohin në sy të ardhmen. Asnjë tjetër nuk e ka këtë forcë.